Dhe mos andaj shkruan që neve që kemi të marrë në vend që të jemi të bashkuar në unitet, siç e kërkon vetë Zoti Jashua, kapuni me budalleku më të madh, unitetin me idhuj tent, me të alketës, me ato idhuj të bashkuar, me frymrat e rebelimit të Jezabelit, me ato të bashkuar, me ato ishte bashkuar Mesia Jashua, ai Krishti tent bashkohet me çdo gjë. Ha çdo gjë, adhuron masandaj në ditët që ti të jep aty Roma, nuk është larg prej teje. Me festat pagane, me demonët, me Janusin, që merr emri Janari, që ti feston vitin e ri të Janusit, apo jo? Me festat e moralitetit të Valentinit, që fuqizoshe masandaj prap po gradeci dhe shkonte masandaj poshtë në Mokër, se jam okrar vetë, që vajtoj për, dhe do jemi duke ungjillizuar, dhe themeluar asamblejt e vërteta dhe në Mokër, me hirin e tia, dhe shkonte masandaj me vezët pagane. Nuk e dia keni radhë, se keni të njëjtën mbiemër. Edhe masandaj, veshin ato festat e moralitetit të Valentinit, që në Roma praktikoshin kamzikët me gjakun e dhisë dhe goditin shfemra dhe meshkuj për të berë fertilitetin. Orgjit e tyre. Dhe ti shikon orgjesën që del masandaj mune në plazhet. Ajo mësuesi atende. Që nga gjëra të vogla këto? Janë gjëra të vogla përpara Zotit Jahwe, që Mesia Jashua adreson atë imoralitet në zbulesa 2 dhe 3 me sytë e tij të zjarrit? Që kanë gjëra të vogla, Elvira? Dhe masandaj unë që kanë fariseu? Po ju kush jeni? Që ti nuk e ke idenë kush ishin farisejtë në atë parë, që të kanë mësuar që nga Afrika dhe Amerika, që fuqizuan masandaj mësuesen tende. Në Amerika ti ngren ato shpatat e imoralitetit të Joyce Meyer. Prosperitetin dhe miliona dollar që e shpenzon. E di sa shpenzon ajo për një ta shikojmë sepse erdhi momenti. Ja të shikojmë kush është Joyce Meyer që ti e lartëson bashkë me mësuesen tende. Ata shikojmë së bashku. Sa shpenzon ajo për orendit e shtëpisë së saj dhe çfarë shtëpi ka ajo dhe të gjitha gjërat është mësim vete, por me që na erdhi në mesin tonë, në të vërtetën. Në normal që Mesia si thanë që je i marrë, tha, i thanë që ke një demon. Normal që i thanë. Ja të shikosh dhe vetët e tine. Do kthemi prap në zbulesa 3. Kjo është ndërtesa e palishmërisë së Joyce Meyer në Amerikë, që është sa është? Është 20 milion dollar. E di sa janë? Elvira, kupton ti matematikën? Janë 20 miliardë. Është e nevojshme? Ti tuj të marrë nga vetja që Biblia nuk ka thënë, të caktojnë pleqta në kishë. Janë shkotha apostu tash, caktoni pleq. Dhe Mesia Jashua i Biblës, Krishti i Biblës, tha që ishin 12 apostu dhe nuk shikon ndonjë femër të hapi në një ndërtesë të tillë në Izrael, apo dhe gruan samaritane nuk e shikon që të vetë të ndërtojnë ndonjë kishë dhe të marrë titujt e saj. Po tha, shikoni të hajde, shikoni ai që më ka folur. Dhe ai than ata, jo vetëm për shkak të fjalës tënde besojmë, por besojmë sepse dhe dëgjuam dhe vetë, ja ku është Mesia. Ndërtesa e saj. Shikojmë renditë që ajo blen. Të gëdhendurat që shkrimi ligji thotë të mos behen. Ja ku e ke. $8,000 të blerë në kranin tënd. Ajo keja do thotë $1,000. Ja ku e ke. Të gëdhendurat që ajo blen $8,000 për shtëpinë e saj. Ora antike $11,000 me balin lartë. Ja ku e ke viçin e artë. Ja ku e ke. Që Bibla thotë që këto gjëra nuk duhet të jenë në për shtëpitë tona. Asnjë lloj e gëdhendur
që është lartë në qiell në tokë apo në ujërat, gjë që ti e merr parasysh, ligjin nuk e merr parasysh. Sepse ajo nuk e merr parasysh dhe normal e verbëra drejton të verbërat dhe masandaj bie në gropë në liçen e zjarrit, nëse nuk pendohen. Orendit të tjera, vazot antike prap të gëdhedurat që shikon $19,000. $19,000. Prap këto lloj statuja. $5,000 të blesh statujat, të blesh idhujt. 19,000 të blesh idhujt prap që janë në çdo cep të kësaj vazos. 4 në secilin prej vazove, ja ku i ke. 4. 8. 8 idhujt, $19,000. Tavolina me gjithë kariket $49,000. Mësusja tende që masandaj tregonte që duhet të ngjite në përkate një femër dhe duhet të flishte masandaj që duhet të merrte një burr apo jo, si ishte i pamshëm apo jo, kishte lek apo jo, etj. Dhe arrinte në një farkati të palishmërisë dhe manipulimeve masandaj që karizmatika bën sot e kësaj dite me fjalime dhe mësime të tilla që ajo tha vetë me gojën e saj që Mesia Jashua duhet të rilinte, tha. Shiko, duhet të rilinte Mesia Jashua, tha me gojën e vetë. Dhe masandaj në mësimin e saj që do ekspozohet më vete, po kjo është një masandaj, si thonë, është një parathenje. Si thonë motra, më ndihmoni në Itali sepse jetova vetë për 11 vjet, por il primo apo no il primo nëse vjen ajo para. Vjen ajo para. Para se Fjata parë italisht. Nuk po flasim fjalën parë, vjen ajo përpara, vjen ato stucikantet, gjerat. Nëse. Vazhdoj. $29,000 për një tavolinë dhe kariket të nevojshme. Sa u bën deri tani? 49. Okay, 54. Okay, 73. Okay, 73. 84. 92. 92 plus 20. Milion këtu, e lejmë milionët, por thamë që 92.000 vetëm për orenditë, $92,000. Në Shqipëri sa bën normale, vëlla motër bën, besoj aty ne ndoshta 40 milion, ndoshta 50 milion, themon, një shtëpi normale, 3 dhoma ndoshta. Mund të gabohem, por e them 50.000. Domethënë, 2 shtëpi në Shqipëri, ajo i kishte brenda për qefin e saj me oronditë e saja të blera. Dhe çfarë mund të themi për shtëpinë e saj? Të tërë ato numra, tërë ky territor është shtëpia e saj. Nga dalin këto lekë në ratë parë? Pyetja që ti më qëndron. Nga dalin? Nga dhenja e manipuluar e njerëzve që japin dhe fuqizojnë, masandaj ishtar, fuqizojnë mamonin me dhenjen. Shiko çfarë vende. Çfarë mund të themi sa vend kosto këtuja, maramense. Që një shtëpi që mund të blesh me 4 dhoma, 5 dhoma normale në Amerikë, çmimet janë si janë, të thuash, ta zem, okay, ndoshta një shtëpi e mirë vete $1 milion. Po, mund ta zesh 600.000 deri në 1 milion, okay, po e marrim. Po këtu që janë, kjo është nuk është shtëpi, kjo është hektare. Janë dy lymë të përhapur. $miliona të tjera. Ja ku ke. Shtëpia. Dhe sa ka jo, Joyce Meyer ka të ardhur në saj në vit 8 milion. 8 milion.
$8 milion të ardhur e saj, personale. Personalet. Sepse ju duhet të vini në të vërtetën, të dilni nga po do ti të dalësh? Do të dalësh prej këtyre mësimeve të mësohet shkrimi, të mësohet e vërteta? Dëshiron? Kjo është pyetja. Mos ndoshta këto janë prej Atit? Shikoj një apostull që ishin me një të ardhur $8 milion, shikoj një profeteshën Ana, apo Deboran, që ju e manipuloni dhe ato shkrime, i shikon me të ardhurat të tilla? Po jo vetëm është faji i meshkujve, sepse nuk ka burra në Shqipëri dhe përtej që të ecin në të vërtetën e urdhrimeve të ligjit, të besojnë tek Mesia Jashua siç ai eci. Nuk ka burra të tilla. Prandaj kemi manipulime të tilla, sepse ata burra lejuan mësime manipuluese dhe mësandaj i përqafuan. Dhe i përqafojnë sot e kësaj dite, apo mësandaj Catherine Kirk, apo apo Paula White, ka manipulime që ndodhin. Në ja ku është postimi tent. Ja ku ke. Postimi tent përpara. Dhe mësandaj, o Elvira, këtuja do të vesh emrin tent. Ndërkohë kjo është Isaia 44, po flet për ringjalljen, që në atë ditë të thotë i fshiva njëre për gjithmonë të shkeljet e ligjit tentot, që ti akoma nuk je penduar. Dhe merren manipulime, mësandaj, gjenë një gësherë, vëlla motër, gjenë një gësherë, dhe kur të kemi mësandaj shërbesën tonë, duhet të dalësh ti me gësherët, mos harro, të lutem. Të marrësh gësherët, që ndrosh mbrapa meje, dhe të më japësh mua gësherët, do të bëjnë në këtë mënyrë, këto manipulime të tilla? Ja ku ke personat që ti poston dhe adhuron, dhe masandaj flet me gojën tënde të çoroditur. Apo veshjet me pantallona, duke dalë masandaj në për fotot, duke treguar masandaj trupin tënd që duhet ta tregosh në intimitet vetëm me bashortin tënd në atë parë. Dhe ka një integritet të veshjes biblike që përcakton hustane që shkojnë poshtë gjurit. Dhe nuk duhet të shfaq ato foto se i ke hedhur ti vetë, po flasim për shkrimin. Për shkrimin. Një që nuk ndodh, sepse është një gjë e nevritshme kur një grua vesh pantallonat që i përkasin burrit. Prandaj Ati ka vënë një kod stili jetesës dhe veshjes të ndarë, të përcaktuar sipas identitetit, burr apo grua. Burr apo grua dhe për flokët. Që flokët janë lavdia një gruaje kur i mban të gjata. Dhe nuk mban një grua të shkurtra, siç ka mësuesja tënde apo dhe shoqëria e saj dhe kulti i saj. Apo të mbajë një burrë flokët të gjata. Është një neveri përpara Atit. Ta thotë dhe është kundra natyrës të thapali, hapërësit. Mësuesja jote. Ky predikim normal që manipulimet të tilla ndodhin, ja ku i ke. Detet private të saj. Përveç se ato që pamë, sa miliona dollarë përmblidhen, që njëri prej këtyre është të paktën $25 milion, një xhet. Milion dollarë, do të thotë 25 miliardë lekë tona të paktën. E çfarë mund të ndodhin me marrjen dhe shitjen, asaj lekë ishte në dispozicion tashmë që u ble. Por ajo lekë ishin shpenzuar, por nuk shpenzohet sepse Satani kur tha, mësandaj tha Mesias, ja ku janë tha, lavdia, pasurita kësaj bote, do të jap unë tha të tëra. Në qoftë se më bini një gjuhë dhe më adhuroni mua, ja se adhurojnë. Dhe dalin me shtrembrimin e shkrimit që mjafton 5 sekonda të dëgjosh. Kupton pjesëmërinë të shtrembruar, marrë një varg nga dhjata e vjetër e ja futim asandaj emocioneve, ha, të tëra gratë siç po qeshni juve, po blasfemoni emrin e Atit Yahweh. Duke shkelur ligjin, thot Romakëve 2:23-24, burra dhe gra që kanë anulluar ligjin
Dhe dalin bëjmë citime masandaj të tilla? Mos dola, ndoshta filluam të flasim sot? Ke të zotrave, në tjera masandaj, ja ku ke? Shenjat. Që shikon ata që adhurojnë zotrat e kësaj bote që Satani ka fuqizuar, ja ku ke Beyoncé, të njëjta shenja. Ja ku ke masandaj Orisin në Egjipt dhe masandaj personat e lartësuar dhe pozicionet apo media apo këngëtarët, aktorët, ja ku i ke me të njëjtat adhurime të zotrave, demonëve, që ajo me Stephen Furtick, që është prap një kukull tjetër, i njëjta frymëra karizmatike që janë sot. Çfarë ndryshimi ke? Flokët të njëjta, të shkurtër. E shikon, thua, okay, është mashkull, është femër, normal. Se Satani ndryshon, do atë dualitetin, është Dionysus, është fryma që ka, masandaj që pranojnë sot çdo gjë, edhe bëhet ajo kompromitimi. Vendosim emrin e Krishtit, atë do Satani vendose thot. Ti beson? Po, besoj. Mirë bën thot Satani, beso thot se dhe demonët e mi thot, dhe ushtria time besojnë dhe dridhen thot. Vazhdo të shkelish ligjin thot, s'ka gjë. Dhe të minj të besojnë. Andaj të thot Jakobi thot, tregohet besimi me anë të praktikës së urdhrimit të ligjit të bërjes së veprës thot. Në Jakobi 1:25, që kush ngulmon në ligjin e përsosur të lirisë dhe je lirë, çlirohesh nga këto frymra demonike, që ti duhet të çlirohesh. Ti dhe normal shumë. Siç po bëhen mësimet, që Satani po humbet terrenin e tij në kombin tonë. Po humbet. Dhe presim mos andaj. Kush do pranoj të çlirohet. Mësimet të njëjtat, Beyoncé që është ishtar, është shpritëresha, edhe tjetra mos andaj, kjo që shikoni në të djathtë, Tasha Combs, ajo thoshte, kjo është këngëtare e gjoja adhuruese në Mesian Jeshuan. Edhe kjo mas andaj thoshte, duhet të lutemi për Beyoncé sepse ajo po përgatitet të dalë në skenë. Ajo bën deklarime të tilla. Shiko këta janë pa frymën e shenjtë. Tasha Combs me karizmatikën e tyre, që po të tregoj mas andaj Orence që është tjetër një adhuruese tjetër. Ja bënte, wow, më vjen që kur mbaroj së bëri këtë adhurim këtu këtë koncert, më vjen që të kap një burrë dhe të fshihem diku. Wow. Do jetë mësimi së shpejti. Do shta dikush thot çfarë po thua. Okej, le ta dëgjojmë prej saj vetë, prej saj. Kemi mundësinë. Ja një moment. Ta dëgjosh vetë çfarë po fliste. Ja një moment, sa ta lidhim edhe, sepse këto mësime janë të çmuara, janë të çmueshme. Ne do rikthehemi në zbulesa, do rikthehemi në zbulesa. Ta dëgjosh vetë, tjetra që është prapë karizmatikës, janë pjesë mos andaj shoqe me Tiffany Montgomery që quhen veten profeteshë, duke dalë me lakurisinë e saj. Duke thënë mos andaj që mund të shpëtohesh, mund të hysh në besëlidhje dhe pa frymën e shenjtë. Do të thënë për ta është mund të shpëtohesh dhe pa frymën e shenjtë tha. Dhe mos andaj ku adresua puna e zyrës që ka marrë jashtë shkrimit, jo tha sepse Pali ishte krenar tha, dhe ai ishte i influencuar nga fryma e fallit, sepse mas andaj ja Iran ato luspat dhe ja Leviatani kishte luspa, Leviatani është një kafshë, realisht.
që do lëshohet në shtrëngimin e madh bashkë me Behemothin. Po mos ndoshta do t'ja di sot protestantizmi për kontekstin normal që i marrim, masandaj ja, Leviatani kishte luspa, po ja dhe ishin luspat këte, dhe ai i ran luspat, po ishte krenar, dhe ndërkohë që ajo deklarim, më fal, normal deklarimi i saj, por çfarë thotë shkrimi që nuk duhet të mësoj një grua të ushtroj autoritet mbi një burrë, të mësoj dhe të ushtroj autoritet mbi një burrë. Apostulli e shkrojti kur ishte i fuqizuar nga fryma e shenjtë i rilindur, kurse ajo e lidhi renja nga kali, edhe ishte krenar, edhe të tëra manipulimet. Edhe një historian tha që në atë kohë ishin gratë që rinin më vete edhe burrat rinin më vete, po e ka thënë Nati që në tempull, që gratë ishin në balkonin dhe burrat ishin poshtë që shërbenin, do rregullati. Sepse nuk do që t'jenë të përzierë kushdo në të njëjtën vend, do ndarjen, dhe është mirë që motra rri me motrat, por jo të rri mbas njerit masandaj dhe ajo motër nuk ndihet mirë, sepse ai tjetri ndoshta fillon ka manipulimet e veta, i rri aty afër, ja afrohen çik më shumë, e shikon, e bën, ajo nuk ndihet mirë. Prandaj aty thotë që gratë janë më vete, burrat janë më vete. E ka thënë Nati, po dëgjon ti çka ka thënë Nati? Dhe ja thoshte masandaj Montgomery, Tiffany Montgomery, që është profetesa gjoja në Amerikë, edhe tha që historianët thanë që për shkak sepse ishte kjo ndarja dhe masandaj nuk donte që gratë të thërrisnin burrave të tyre, më mëso që nga krau tjetër dhe, më mëso dhe për pikërisht apostulli Shaul pali nxorri këtë varg. Po ç'lidhje kishte ai varg me çfarë historianët? Kush janë këta historianë në atë parë? Pa dhënë asnjë lloj evidence. Jashtë kontekstit që Bibla thotë të mos mësojnë dhe ushtrojnë autoritet mbi një burrë, dhe pleqësia në kishë janë burra. Kurse shikon, domethënë e goditi apostullin, masandaj karakterizovi dhe jo ai shkrenar e tjetër, si që të mbronte manipulimin e saj, Tiffany Montgomery, që do shfaqet video. Hapurazi. Por dhe të shikojmë shoqen e saj, që masandaj ke Orensen në kjo është këngëtare adhuruese, bën koncerte siç bëjnë të tjerë në Afrikë dhe përtej dhe në Amerikë. Shikon ndonjë adhurim në kishën e parë duke bërë koncerte vëlla motër të neve këtu. Ke parë që masandaj dilnin dhe bënin koncerte në shekullin e parë apo në kohën e Mesias? Qartë të jep kuptueshmërinë, të nënkupton diçka kjo gjë. Që kush fuqizohet nga këto gjëra? Dhe mos ndoshta Mesia ka thënë shko në filan vend dhe bëj koncert. Ndërkohë, po të kishin urdhrimet e ligjit, nuk do ishin duke bërë vetëm këngë, masandaj online dhe njeriu mund të dëgjonte, po nuk bëhen koncerte të tilla. Kush ka thënë? Masandaj në ato koncerte bëhen mësues, dhe kjo bëhet mësuese masandaj në të sajën. Ja, ta shpikosh vetë. Se shfaqen në ekran, po okay. Ja, këtu ka disa gjëra që po flet për martesën tjetra, këtu ja ku ka koncertin, edhe ja, u divorcova, i më ravi, do të më të unazën, po unë e mbajta, po nuk e di ku është unaza tani, gjëra të panevojshme. Dhe kjo bëhet mësuese masandaj, por nga të shkojmë atje ku po thesha që për punë e kapjes, apo deklarime masandaj të pjeshme të sajat. Ja një moment, sa ta gjej. Ndoshta këtu është, ja, ta shikojmë. Because I'll marry again. I'm not saying wake up one morning and say I want to divorce my husband. Judgment will catch you. I'm not saying wake up one morning and say he's not giving me money, so I'm divorcing. Judgment will catch you. Things in
flippant ways. All right? All right? All right? But at the same time, I hear things like, the men can't hold themselves. I can't hold myself too. Si, në të njëjtën kohë dëgjoj që burrat nuk mund ta mbajnë veten e tyre, por e di çfarë? Dhe unë nuk mund ta mbaj veten time. Gjithashtu tha, Zoti çfarë thotë? It's the Holy Spirit that is helping me. Just so you. Është fryma që po më ndihmon. Cilën frymë? Njeriu mund të ketë vetë kontroll nga zgjedhja e lirë, potenciali që ka në vullnetin e lirë. Dhe kjo po e mbante veten e saj. No. Shiko të qeshurat, domethënë sepse u fol diçka për të eksutuar masandaj pasionet e tyre, pasionet e saj. It's the Holy Spirit helping me. The passion inside of me. Shikon? Pasioni ta që kam unë brenda, tha? Çfarë thua ti, thot? Ja ku ke. Some days when I finish ministering like this, thot, disa ditë kur unë mbaroj së beri shërbesin këtu që po bëjmë, thot. Days when I finish ministering like this and it's hot. Edhe është në dhejtë, thot, shiko, virtuti, tha, më del për meje, më del për te dhe çfarë ndodh? Virtue leaves me. I want to grab a man. I want to grab a man. Dua të kap në një burrë, tha. That's what. Shikon? Lozë. Këta janë njerëz që dëgjojnë sot. Domethënë, kur është në vetë, sipas Orences, Victoria Orences, kur është në vetë, masandaj dhe virtuti fillon, pasioni grumbullohet dhe fuqizohet tek ajo dhe masandaj duhet të kapi një burrë. Dhe kjo ishte mbas adhurimit pretendohet të Atit Jahue në atë 1 orë, 2 orë, 3 orë që këta bëjnë. Domethënë, ne sapo mbaruam adhurimin. Unë adhurova për atë në qerekore pak më përpara. Por nuk ndjeva ndonjë fuqizim që të shikoj nga dritari dhe të fluturoj nga dritari ata linjë takimin dhe të kapje ndonjërin. Shiko çfarë manipulime janë të frymrave në këta njerëz që nuk e kuptojnë çfarë thonë dhe shikon masane gratë që mjafton. Çfarë të themi? Mjafton. Le të shkojmë te shkrimi. Atë që duhet të bëjmë. Të thuash më. Dha, ti di, okay, ke dancing, e njëjta gjë. Me kë mëson me Catherine, me Tiffany Montgomery. Tiffany Montgomery mëson me këtë. Kjo mëson me të tjerë. Është e njëjta situatë. Sepse mund të dëgjosh një këngë. Nuk do të thotë që duhet të bësh çfarë bëjnë ata. Apo dëgjove një këngë prej atyre gjë që nuk duhet dëgjuar në atë të parë. Për aspektin sepse nuk je akoma i formuar. Sepse këta do të fuqizojnë emocionet. Por kur ti dëgjon diçka që është mirë të mos e njohësh karakterin e personit, çfarë ka bërë, çfarë ka thënë. Dhe ti po e dëgjon atë dhe fuqizohesh sepse po ecën urdhrimet e ligjit. Dhe ke integritetin personal me Atin, është ndryshe. Po këta njerëz i ndjekin sepse është e njëjta frymë, është e njëjta aplikim, e njëjta festa pagane, të njëjta gjëra që bëjnë. Edhe masandaj dalin dhe bëjnë deklarata të tilla, siç i shikon, duhet të lutesh për demonët e Beyoncés, para se ajo të përgatitet në gjëra të tilla. Ja ku ke, masandaj Hillsong, një tjetër idhujtari, ja ku ke Ishtar, është gjetur, ja ku ke Ishtar këtu në të majtën tënde. Dhe shiko në koncertin e adhurimit të lindjes së Nimrodit në 25 dhjetor, ja si vishen.
Ja si vishen. Si ishte veshur pak më përpara, Beyoncé me të njëjtat kurora të Ishtar, prandaj ke kurorën më thëndaj statuin e lirisë, që është Ishtar në Amerikë. Ja ku ke. Sa ka influencuar, sot e kësa dite në Shqipëri janë duke u vënë këngët e Hillsong. Shiko çfarë adhurojnë këta njerëz dhe nuk e dinë se po ta dinin do dilnin. Po gjende ju thuhet, ty të thuhet tani, ti gjende do vazhdosh, ti dëgjosh, gjende do vazhdosh të refuzosh ligjin, gjë që nuk është. Nuk është mirë sepse ligji të veçon nga manipulime të tilla. Po ti bindesh, po ti besosh. Okej, le të marrim zbulesën 3. Zbulesën 3. Wow, okej, le të shikojmë një vargun 17. Vargun 17. Vargun 17 dhe më vonë, masandaj, do kemi për të gjetur në zemrat tona diçka të mirë. Okej, ja ta shkojmë atë diçka në mirë. Okej. Në dyshi, më kalovja, në dyshi tash, pas ka qenë në dyshi, më tash, përse nuk u faq. Kështë qenë në dyshi, okej. Thëmë që në dyshi, se na duhet dyshi. Okej, zbulesa 2. Deri në 6, thot, okej. Në do kuptosh përse është e lidhur ajo lartë, në ku jemi sot. Ati Yahweh ka folur që çfarë ndodhi në atë kohë, ndodhi për mësimin tonë dhe të shkruan duke shkruar në një libër për ditët e ardhshme dhe të mbeteshe masandaj për gjithnjë. Për gjithnjë. Okej. Me njerë kupton që kjo është për jetë, për gjithnjë. Mungon një varg, më falë se pas ka marrë. Shtë vargu pak më përpara që pas ka marrë në kuptime të tjera që... Okej. Dhe po thoshte për punën e vargu 9 që na mungonte kryesori. Sepse ky popull është një popull rebel, bi gënjeshtar që nuk duan të dëgjojnë ligjin. Ligjin e Yahwehs. Ligji e Yahwehs, okej. E në vargu 8 deri në 10. Mbaj mend, kush janë bi rebel dhe bi gënjeshtar? Ata që nuk duan të dëgjojnë ligjin. Mesia Jashua thot, unë njoh veprat e tuaj, thot, masandaj,
në kishës në Turqinë e sotme, që quhen në Azia e vogël, 7 kishave, njëra prej tyre adreson të unë një veprat e tua mundin dhe durimin tënd, dhe s'mund të durosh të këqinjtë. Ti vure në provë, pretendojnë se janë apostuj dhe nuk janë, pretendojnë që janë apostuj, po nuk janë, dhe i gjete çfarë? Gënjeshtarë. I gjete gënjeshtarë. I gjete bie gënjeshtarë, që nuk duan të dëgjojnë ligjin e Zotit Jahwe. Këtë e gjete tha Mesia. Apo ishte kundra atit Jahwe, sepse normal që ti kështu e bën sot. Masandaj Mesia, ky Krishti që erdhi, ky është ati dhe është dhe fryma, dhe çfarë është tjetër përveç atyre njerëz në atë parë. Dhe masandaj por nuk ka është kur sillet e vërteta, masandaj këto manipulime demonike që e bëjnë Mesian, e bëjnë atin në të njëjtën kohë. Po pastaj nëse ai shkoi kundra atit. Ati Jahwe përcaktovi që ishte një popull rebel, bi gënjeshtar, këta që nuk do ndëgjonin ligjin e tij. Dhe i biri tha të njëjtën gjë, që disa kishin marrë tituj, që pretendojnë që janë me tituj, tha, po nuk janë. Dhe tha ti i gjete gënjeshtar. Sa kemi gjetur neve gënjeshtar sot e kësaj dite? Ka plot. Plot, sepse nuk duan të dëgjojnë ligjin e atit Jahwe. Dhe këta ishin bi gënjeshtarë. Dhe kishin marrë pozicione, apostuj, profetë, mësues, masandaj, pastor, apo ungjilltar, apo mësuese, apo pastoresha, apo profetesha. Ja, përse? Dhe ta jep integritetin që duhet kemi, që të mos anullojmë ligjin, po sepse këta njerëz ishin bi gënjeshtar që nuk duan të dëgjonin ligjin. Të sillim prap të parën e Gjoni 2:9? Le ta sillim të parën e Gjoni 2:9. Okej, e sillim prap të parën e Gjoni 2:9. 2:4, më fal, jo 2:9. Jep integritetin. Integritetin e frutave të rilindjes, gjithashtu, dhe ecjen tonë. Okej, ecjen tonë. Nga kjo, tha apostulli Johanan Gjoni, dhe foli haprazi, çfarë do të zbatojmë, dhe në para Gjoni 3, që në 22 çfarë flet për frutat e rilindjes. 2, masandaj, vargu 3, dhe në 4 jemi 5, okej. Nga kjo kuptohet, dallohet, nga kjo neve mund të marrim urtësinë, nga kjo e dimë se kemi njohur atë, atin Jahwe dhe birin e tij, patën të njëjtin integritet, patën të njëjtën moral, kanë të njëjtën moral. Prandaj thotë Gjoni 17, ta njohim atin Jahwe, që thotë dhe birin tënd që dërgove. Ta njohim atin Jahwe nëpërmjet të birit, sepse ati Jahwe shfaqi karakterin në birin e tij, sepse asnjëri nuk mund ta shikojë atin Jahwe dhe të jetojë tani. Por famë, pasandaj, ecjen, sjelljen e Mesias të përsosur që përbente të njëjtën sjellje të atit Jahwe që ne duhet jemi imitues, siç thotë Efesianët 5:1, si bijtë të dashur. Dhe e dimë në qoftë se çfarë? Zbatojmë urdhërimet e tij, ligjin e tij. Dhe ai që thotë e kam njohur atë, unë e njoh atë, unë i përmend emrin, të bëj koment. Unë e deklaroj, dal atje, kam 20 vjet, ti nuk e di? Ai që thotë e kam njohur atë dhe nuk zbaton urdhrimet e atit Jahwe, ai çfarë është? Është gënjeshtar dhe vërteta nuk është në të. Pra, bi gënjeshtar, bi rebel,
që nuk duan të dëgjojnë urdhrimet e ligjit, nuk duan të zbatojnë urdhërimet e ligjit. Por kush e zbaton fjalën e Atit Jahve, që janë urdhrimet e Tija, ligji i Tija, me të vërtetë dashuria e Zotit Jahve, e Atit Elohim, është e përsosur dhe nga kjo e njohim se jemi në të, pastaj thotë më vonë në kapitull 3, nga fryma që na ka dhënë. Jemi në të, qëndrojmë në të, sepse e zbatojmë urdhrimet e Tija. Ta edhe nga të varg, jo më falë, sepse duhen ne do të varg. Sepse për çdo mbështetje duhet folur me shkrimin. Prandaj ti duhet të mbështesësh ecjen tënde me vargje të caktuara në praktikën që ti po bën. Me çfarë mbështet ecjen tënde? Me çfarë vargjesh? Ato që ti po praktikon. Ka ndonjë mbështetje të një vargu me kalendarin e Papa Gregorit të 13 që bota ka dhe ti ke si ungjillor që quan vete? Gjë që nuk do të jesh? Do të jesh ndjekës i Mesias Jashuas dhe kaq? Por ata që janë ulur në ujrat e bishës, fillojnë bënden censusin masandaj që ja do ta vesh kështu, ta vesh sepse të themi neve. Normal. Pa në frymën e shenjtë ata? Mendo për një moment. Ja të shikojmë të parën e Gjonit 3. Okej, parën e Gjonit 3. Vargu 22 dhe 24. Njëti apostull, kur lutesh, merr prej Atit Jahve, sepse zbaton urdhërimet e Tija dhe kjo është një gjë e pëlqyer ku zbaton urdhrimet e ligjit të Tija. Është një gjë e pëlqyer, thot sepse e marrim, sepse zbatojmë urdhrimet e Tija. Dhe kjo është një gjë e pëlqyer përpara Atit Jahve, kur e nderon urdhrimet e ligjit të Tija, sepse ndryshe çfarë masandaj kalojmë në gënjeshtër dhe kategorizohesh për Atit kur nuk do të zbatosh urdhrimet e ligjit të Tija, si bi gënjeshtar dhe rebel. Sepse rebeli nuk do të zbatojë ligjin, normal. Thuaj një rebeli në kombin ton, kudo që je, do të zbatoj ligjin e vendit kushtetutën? Jo. Dhe masandaj, ai që zbaton urdhrimet e Tija, të Atit Jahve, qëndron në Zotin. Prap, ai që zbaton urdhrimet e Tija, qëndron në Zotin. Si qëndron? Nga kjo e dimë, qëndrojmë në te, nga fryma që të jepet kur çfarë ke marrë pendimin nga shkerit e ligjit. Besim tek Mesia Jashua që ta thot Ati që është nga urdhrimet e Atit gjithashtu, që të besojmë në birin e Tija. Dhe masandaj ta duam njëri tjetrin. Këto janë gjërat mbasi hynë në beslidhje. Vepra 2:38 ka ndodhur, këtu jemi në fund të letrat e apostullit. Restaurimi i kishës së vërtetë që ishte judenjtë dhe kombet, ndodhi që në vepra 2, në festën e Pentakostit të ligjit, që është festa e Shavuot, festa e javëve. Kthe llogarit festën e javëve. Drejtuesi tënd, kur ai ka thënë ligji është hequr. Sepse në ligjin llogaritet Pentakosti sipas javëve, mbasi ndodh në festën e frutave të para, mbas frutave të para, e sabati masandaj që llogariten 7 javë. Kur ai nuk ka ligjin, frutat e para, festat biblike që Mesia mbajti për 31 vjet, si do ta llogariti Pentakostin? Me çfarë llogarit? Apo me të marrë certifikatat e llogaritin ashtu, me të marrë, masandaj udhëtimet me mira, masandaj dollar, okay, do shkoj atje, përse? Po ata njerëz që ka nevojë në kombin tonë për të ngrënë të paktën. Por është të zbulesa 2 që thamë pak më përpara. Sepse secili prej nesh vihet në provë për të ditur prej kujt jemi. Dhe masandaj Mesia Jashua që po flet, Krishti Elvira për ty, po flet që janë disa që pretendojnë se kanë tituj dhe nuk janë, sepse u gjetën gënjeshtarë. U gjetën gënjeshtarë.
Përse u gjetën gënjeshtar? Sepse ishin bije gënjeshtare që nuk donin të dëgjonin ligjin e Zotit Jahwe. Ka folur atë Jahwe në Jeshaja, e kupton? Dhe fryma e rebelimit është vazhdon, ka me kohë. Okej, para mbretërve 18. Po flasim për fat që tregojnë besimin tonë dhe për ty në Tiranë. Sepse frutat tënde tashmë dihen. Mjafton të bisedosh pak dhe u morën vesh kush ishin frutat të praktikës, çfarë praktikon. Edhe mos ndaj, do ta diun për sabatin, nuk duhet të mbajnë sabatun. Domethënë, ti që ke Zoti që ka shkruar Biblën atëre. Kastrios. Ti që ke Zoti atëre. Që ditë kam unë. Prandaj kur unë erdha dhe thash, wow, okay, ndoshta do krijoj një marrëdhënie me ndonjërin të sinqertë që e dinja motivin e sinqertë të zemrës time që po vinja për të shpëtuar një shqiptar, thash dale. Ndoshta ai i shpëtoi edhe familja e tij dhe të tjerë që do ta dëgjojnë ndoshta një ditë. Por nuk i dinja motivet, masandaj mbrapa. Sepse në momentin që adresohet sjellja që është mos mbajtja e ligjit të Atit Jahwe, masandaj dalin gjërat. Ja ta marrim gjë në vargun 19. Do dali video. Po para se të dali video, si thotë shkrimi, ndërkohë që do të ishte beslidhje, por si thotë shkrimi, do afrohemi, siç u afrova personalisht, dhe masandaj marr gjëra të tilla, masandaj që bëhen përpara syve të mi, gjëra që bën që atje në kafe duke masandaj kategorizuar, kush je ti ta? Po kush je ti? Po kush je ti? Po ndërkohë pse ti masandaj ftove? Ndërkohë që ishte më mirë të kishe vajtur me titrin që as nuk e njeh, si vajtëm në lejzhe, dhe atë të jep dhe favor dhe ta jep dhe falas vendin për ato orë, edhe bota nuk ka motive të tilla. Nuk ka manipulime të tilla, do t'japësh leku, do të okay, faleminderit, do të thotë në fund ai titri. Edhe kaq. Vazhdon. Po pse ju ta shoqëtojtur gjoja të kishës, bëni manipulime të tilla akoma? Dhe shikoj postimet, e di çfarë manipulime janë ato të pjesme. Pas një lloj mbështetje vargu. Do adresohen ato gjëra, do adresohen, nuk lihen në atë mënyrë që të shikojnë të tjerë. Se jeni pjesë e këtyre profecive që është që mund të dalësh. Emrat e tij të vërtetë, emri Atit Jahwe është Eli Yahwe. Eli do thot Eli lama sabatani, Eli do thot Elohimi im, Zoti im, që është Elia, është emri i tij. Okej, është njëjti shqiptim kur ti e vetë të shkruar Eli a, po Ati nuk e ka emrin Awe, që është lënë këtu Awe, e ka emrin Yahwe. Okej, më njëherë marrim kuptueshmërinë. Një kështë emri ti vërtetë. Kur në dhjetën e vjetër ti shikon Zoti, realisht është Ati Jahwe që ka emrin e tij. Masandaj kur shikon emrat paganë me pe, masandaj është Zoti, është një titull, masandaj që ai ka me gradën më të lartë. Okej, pra mbretërve. E të mbëdhjetë, e të mbëdhjetë, në vargu 16 deri në 19, okej. Të njëjtë profet kishin të njëjtën integritet të moralit të shëndoshëm, dinin se çfarë ishte mëkati. Ati i kishte vendosur si profetët, sepse ata ishin zbatues të ligjit dhe zbatues të fjalës së tij përcaktësisht. Nuk ka fjala e tij e komanduara, e thënë Atit, e shqiptuara, fjala dëbar apo e dekretuara, e komanduar.
Abia, që ishte, i shoqi i Jezabelit, që ajo adhuronte ishtar dhe kishte profetët e Balit, të fuqizuar ajo vetë, që bënin sakrifica njerëzish apo godisnin njerëzish, akuzonin. Kjo është fryma e Jezabelit që adresohet, që thotë vetë Mesia Jashua, që Helena të frymën e Jezabelit ta quajë veten profeteshë apo apostull apo pastoreshë apo gjëra të tilla që shikojmë sot. Shkoi tek Ashabi ondo të para tia, tha, dhe me të pare Ashabi Eliani tha, ti pikërisht bën rrëmujën e Izraelit, dhe si të thon sot, apo ti e tha, ti po bën rrëmujën. Elia ju përgjigj, nuk jam unë që bëj rrëmujën e Izraelit, thotë, por ti dhe shtëpia atit tënd, sepse çfarë keni braktisur urdhërimet e Zotit Jahwe, dhe keni shkuar mbas balve. Mbas balve. Prandaj tha Elia, tani, të thrasin thot tërë Izraelit përpara meje në malin Karmel. Bashkë thot me 450 profetët e Balit dhe 400 profetët e Asherahut, kështu sa ishin këtuja, që hanë në tryezën e Jezabelit tha. Përse? Sepse kishin braktisur urdhrimet e Zotit Jahwe, braktisur urdhrimet e Zotit të Jahwe, urdhrimet e ligjit të tija, dhe normal ishin mbi gënjeshtar, rebel. Dhe vërteta nuk ndodhe në te, dhe nuk kishin frymën e shenjtë. Sepse ai që ka frymën e shenjtë zbaton urdhrimet e ligjit të tija dhe qëndron në Zotin Jahwe. Dhe nga masandaj si mund ta dim akoma çikim më në detaje, kur zbaton urdhrimet e ligjit të tija, të jepet si dhuratë fryma e shenjtë, pasi ke marrë vepra 2:38 dhe një herë. Fryma e shenjtë nuk vjen që ti të mbash festat e Balit. Apo masandaj për ata që zbatojnë urdhrimet e ligjit, të dalësh të komentosh. Sepse ka plot frute që unë mund të adresoj dhe i adresuam disa mësuese dhe fruta tende, që karizmatika merr një varg dhe gjithmonë e lartëson veten me atë varg. Pa bërë diçka, gjithmonë ju pa bërë diçka, nuk doni të zbatoni urdhrimet e ligjit, si ju dhe denominacionet e tjera. Njeriu nuk do të bëjë diçka, por unë do t'i deklaroj dhe do t'i pse nuk Elvira, pse nuk masandaj adreson ato manipulime të tilla? Por sepse si do të dallosh ti kur akoma nuk ke frymën e shenjtë, nuk je në beslidhje. Sepse tu ekspozua masandaj Balit tënd, balesha, edhe si ty dhe pranverës masandaj, apo të tjera që masandaj është manipuluar kombi me gra të tilla, që po të hymë në ato biseda masandaj dhe dëshmi që jo më kapi burri këtu, thoshin më hodhi këtu, më beri atje. Ato ishin bisedat në miqësitë e Alketës, të grave atje. Ndërkohë që me deklarime të tilla mishore, demonike, deklaroje se ti je profet dhe ti do flasësh gjëra në ekzistencë. Ato ishin manipulime demonike që bëjnë çantimet, bëjnë magjistarët. Duke e deklaruar të njëjtën gjë, që masandaj ke dhe lovin që fuqizoshe dhe ta tregoj videon që bënte atë fuqizimin e tija me çantimet nga njerëzit, nga i merrte fuqitë ai dhe linte masandaj gra, shtazane dhe abortonin. Dhe këto janë manipulime që bëjnë në frymrat, për që ai të fuqizoshe me fuqitë që demonët i japin. Me zolloj pasuri të madhe, pasuri që i pe në Joyce Meyer pak më përpara. I shikon mamonët.